Mirë brama. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Gaforës. Normalisht shenja e gaforës kur kemi hënë të plot është karakteri kryesor, por kësaj radhe vërtet që temi e mori këtë si vend, por edhe shenja e gaforës ndikohet në mënyrë vërtet shumë dhe në mënyrë shumë pozitive. Si fillim pika ku do të ndikohet më tepër, ku do të kemi fokusim, ku do të kemi spastrim të dukshëm, do të jetë në shoqërinë e tyre. Në këtë moment kemi fokusim shumë të madh këtu dhe kjo hënë plot do të nxjerrë edhe më tepër në sipërfaqe problemet që kanë ekzistuar këtu. Shenjës e gaforës duhet që të jenë vërtet shumë empatik, të mundohen që të kuptojnë, të perceptojnë dhe të ndajnë personin nga situata. Është një nga momentet më të vështira për shenjën e gaforës, ose më themi testimi më i vështirë për shenjën e gaforës, por nëse arrin që ta kalojmë me sukses, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje si fillim do të vijë si fat, në formën e fatit dhe krijimin e lidhjeve të reja sentimentale për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, për të gjithë ata që janë në një lidhje aktualisht, do të kemi kalimin e kësaj lidhje në një dimension të ri. Pra mund të bëhen me fëmijë, mund të martohen, ose mund të kemi rizgjimin e ndjenjave nga para, dhe të gjitha këto do të jenë në një nivel shpirtëror, pra nuk është asnjë gjë më tani thjesht sipërfaqësore. Vërtet që do të kemi një zhvillim shumë herë më të madh të anës shpirtërore. Do të rritet një përkushtimi që ata kanë ndaj gjithçkaje, dhe duke qenë se do të arrisin përkushtimin që kanë edhe ndaj personave, edhe ndaj vetes së tyre që është pjesa e rëndësishme, këto do të fillojnë që të vëmë re një rritje vërtet shumë të madhe edhe të begatisë që kanë në jetën e tyre. Çëse hënë të plot, do të kemi edhe një kënd pozitiv midis Jupiterit që është i vendosur tek shenja e gaforës në këtë moment me Saturnin, që është i vendosur tek shenja e peshqve. Kjo do të thotë që deri në këtë moment nëse kemi pasur një lloj fanatizmi ideologjish të cilat na kanë mbajtur mbrapa, të cilat na kanë penguar edhe që të kuptojmë realitetin, dhe në disa raste të heqim nga jeta jonë personë të cilët ndoshta janë të nevojshëm ose janë personë të cilët nuk e meritojnë që të hiqeshin nga jeta jonë, thjesht siç e thash, do të perceptojmë dhe të ndajmë situatën nga individi. Do të kemi rikthimin e këtyre temave në mënyrë që të bëjmë edhe një herë zgjedhjen, pra të mbajmë jetën tonë vërtet gjërat që ne dëshirojmë. Kemi një mundësi të dytë, do të këshilloja të gjithë atyre që janë shenja e gaforës ta përdorin këtë moment, sepse fal kësaj mund të kemi edhe ndryshimin e relievit të gjithë jetës së tyre në atë çfarë ata dëshirojnë vërtet. Është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për përsëris. Për të gjithë ata të cilët kanë probleme ose kanë pasur një jetë shumë problematike gjatë gjithë këtyre një viti në përgjithësi, ky është moment vërtet shumë pozitiv, sepse të gjitha këto probleme do të dalin në sipërfaqe ose do t'i rishikojmë edhe një herë në mënyrë që t'i zgjidhim dhe pas kësaj do të krijojmë jetën në bazë të saj në mënyrë shumë më të shëndetshme. Për sa përket shëndetit, shenja e gaforës në këto momente ose më themi gjatë kësaj hënë të plot do të kenë një ndikim shumë të fuqishëm. Ndikimi më i madh vazhdon që të jenë tek çështja e hormoneve, mund të kemi disbalancim këtu, mund të kemi të prekur sistemin tretës, e njëjta gjë është e vlefshme edhe tek pjesa e gjirit. Të gjithë ata që kanë probleme, kanë prirje për të smurur në lidhje me këtë temë, mund të kemi edhe probleme të trashëguara, sidomos në lidhje me kancerin, do t'ju këshillojmë ngurim që të shkoni të bëni testimet e nevojshme, pra të bëni analizat e nevojshme. Është moment shumë efikas për të shëruar në këto momente, vërtet që mund të kemi shërim, por duhet të faleminderit shumë edhe ju. Okej, pra, natën e mirë.